Prej 3 ditësh zjarfiksit po luftojnë me zjarret, që kanë përfshirë shumë zona byjore dhe shtëpi banimi në ishullin grek të Kios, në Egjeun Verior. Në disa zona flakët kanë arritur deri në 30 metra, ndërsa era e fuqishme prej 7 ballësh ka penguar përpjekjet e brigadeve të zjarfiksve, që operojnë nga toka dhe ajri. Autoritetet vendore kanë shpallur mbrëmjen e së hënës në të gjithë ishullin gjendjen e jashtëzakonshme, deri në 22 korrik, ndërsa këtë të martu është bërë thirrje disa herë banorëve për t'u larguar nga fshatrat e Lithit dhe të Vesës. 444 zjarfikës po operojnë në vengjarje, ndërsa kanë bërritur përforcime nga Athina, Selaniku, Kavala dhe Lesbos, me 21 ekipe komando pyjore, 85 automjete dhe 30 vullnetar. Nga ajri po operojnë 4 avion dhe 14 helikopter, të cilët do të veprojnë periodikisht. Sipas autoriteteve lokale, problemet e furnizimit me energji elektrike po rikthehen gradualisht, por në disa zona të tjera situata është më e vështirë, pasi janë djegur shtyllat dhe instalimet. Gjithashtu dëme ka pasur edhe në rrjetin e ujësjellësit. Gjatë këtyre 3 ditëve, janë djegur mbi 62.000 hektar tokë pyjore, ndërkohë që gjithë përpjekja e zjarfiksve është që flakët të mos shkojnë në jug të ishullit ku ndodhen plantacionet kryesore të pemëve, që prodhojnë mastikën. Në Kios ka afërsisht 1.200.000 pemë mastike, në të cilat prodhohet mastika e famshme në sasi prej 180 tonësh në vit. Zjarret po djegin të njëjtën sonë që u shkrumbua edhe në vitin 2012, kur u dogjën mbi 200.000 pemë që prodhojnë mastikën.